Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra ku do që jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mirë se erdhët në takimin e radhës rreth komentit, shpjegimeve të Sahih Bukhariut, Allahu e pasmëshiruar, edhe me temën e kapitullin e imanit, besimit, respektivisht në nën kapitullin Bab Sual Jibril an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an al-imani wal-islami wal-ihsan. Kreu pyetja e Gjibrilit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për imanin, për islamin dhe për ihsanin. Ku autori në hadithin e 47 sjell hadithin e Ebu Hurajras radiallahu anhu, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë. Ebu Hurajra thot: "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman barizan lin-nas." Fa'atahu rajulun. Një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte ulur, ishte para njerëzve. Fa'atahu rajulun faqala mal iman. Edhe erdhi një njeri dhe i tha, çka është imani? Qal al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'thi. Imani është të besosh Allahun e madhruar, të besosh me laqet e Allahut, takimin e Allahut, të besosh pejgambert e Allahut, edhe të besosh ringjalljen. Qale me l'islam, e po i thot pastaj, po çka është, apo çfarë është, apo cilë është islami? Qal, pejgamberi tha, el-islamu an ta'budu Allahe wa la tushrike bihi. Islami është të adhurash Allahun dhe mos t'i bësh atina shirk. Wa tuqimu salata wa tu'ti zakata al-mafruda. Pastaj të falësh namazin farz, bërë që ke pas ka namazditje, dhe të japësh zakatin i cili është obligim farz, o të sumu Ramadan dhe të agjërosh Ramazanin. Qal me l'ihsan, e pastaj pyeti, po çfarë është ihsani? Mirësia. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. që ihsani është ta adhurosh Allahun në atë formë sikurse ta shohësh atë. Por nëse nuk e sheh atë, apo me qenë se nuk e sheh atë, dije atëherë se ai të sheh ty. Qal meta saa, pyetjet e tij po vazhdojnë dhe ky njeri pe pyet, po mirë, kur është kiameti? Pe pyet pejgamberin, kur është kiameti? Pejgamberi pe thot sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il. Këta që pe pyeti nuk e din më mirë se sa ai që po pyet, pra o nuk e di më mirë se sa ti. Ose ukhbiruka an ashratiha, pejgamberi po vazhdon e pe thot, por me që thate, do të tregoj ty për shenjat e kiametit. Idha waladat al-amatu rabbataha, kur gruaja e lindë zoja të sajna. وإذا تطاول رات الإبل البهم في البنيان. Edhe kur çobanët, barinjet e deve të zeza ngrisin ndërtesa, pallate. Fi khamsin la ya'lamuhunna illa Allah. Dhe tha, kiameti është njëra prej 5 gjërave që nuk i din askush përpas Allahut. E pas e lexoj ajetin kuranor pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, inna Allah indahu ilmu sa'a, dhe Allah tek Allahu është dija e kiametit, se kur të bëhet kiameti. Thumë adbara, pas i bëre këtë pyetje, ky njeri ja ktheu shpinën dhe largu. Pejgamberi tha, rudduhu, kthene jene atë. Falem yaraw shay'a, nuk pan, iki hupi zhduk. Pejgamberi atëherë tha sallallahu alaihi wasallam, hadha Jibrilu ja'a yu'allimu an-nasa dinahum. Ky ishte Jibrili, erdhi tu mësoj njerëzve fenë e tyre. Hadithin mundova ta përkthej, të them kështu ma thjesht,
E që hadithi ka disa transmetime, është në Bukhari dhe në Muslim, ka me transmetime të ndryshme, unë ata që bëjmë përmend është në transmetim pak më ndryshe se kë, por se dhe që tjetë edhe këtë transmetim i Bukhariut është i përafërt me transmetimet e tjera, respektivisht të Muslimit. E rëndësishme është se ky hadith është hadith shumë i madh. Për haditheve më të mëdha, të cilat i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa që Qadi Iyad, Allah e pas mëshiruar, për këtë hadith thot se ky hadith përmbledh të gjitha adhurimet e jashtme dhe të brendshme, duke filluar nga çështjet e imanit, çështjet e islamit, kësaj bote deri tek bota tjetër, sepse po flet për kiametin, po flet për shajt e kiametit, pra përmbledh çështjet kryesore të dinit islam, të jashtme dhe të brendshme. Nevoviu, Allah pas mëshiruar, kur flet për këtë hadith, thot se ky hadith është bazë për bazave të mëdha të shariatit. Është min gjawami el kelim, është për haditheve të cilat janë të shkurtra me shprehje por të gjera në kuptim. Hadith i madh, vërtet i madh, shumë i madh, sepse përmbledh imanin e islamin, përmbledh jetën e njeriu, besimin e njeriu, ibadetin e njeriu, punën e hajrit të njeriu, përmbledh jetën e njeriu krejt, andaj është shumë i rëndësishëm. Për këtë hadith, ky hadith ndryshe quhet edhe hadithi Xhibrilit alayhi salam. Ndryshe quhet edhe hadithi Xhibrilit. Pra, kur ndëgjojmë dikën duke shpjeguar apo duke thënë ka ardhur, është cekur, është përmendur në hadithin e Xhibrilit, më njëherë na shkon mendja se është ky hadith ku ka ardhur Xhibrili në formë të njeriu dhe ka pyetur pejgamberin për iman, për islam, për ihsan. Nifet hadithi Xhibrilit. Kështu nifet. Për të ka për të folur sa të dush. Madje me shënue libra, vëllime. Kanë folur, thash ulemat për te, kanë folë, gjëra gjatë. Dhe ky hadith është i njohur tek masa absolute, masa e gjerë, muslimanëve, tek talebët, studiuesit e dijes, shkenca fetare, këtë hadith i njohin të gjithë. Ky hadith pra tregon se si Xhebraili alayhis salam, po themi, po shkojmë po shpjegojmë pak a shumë kuptimin e këtij hadithi, duke pas parasysh edhe kohën natyrisht, duke mos dashur që ta zgjasim shumë. Ebu Hurajra tregon se përderisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte me shokët e vet duke qëndruar diku. Madje ka një transmetim tjetër se pejgamberi ishte ulur në dy gojë. Dhe shokët e vet rreth, edhe ky tregon diçka për balla për fepja më së fen. Kur erdhi një njeri i panjohur, askush nuk e njefte. Shenjat i kishte që ka alltu larg, po të njëjtën kohë teshat i kishte dë bardhën, kishin bë me plehen, njeri më alltu dhe mëse bë me plehen që shbë të e punë. Se u kapke. Flëk të zeza, shumë të zeza. Plehen trup s'ka, teshat të bardha, flëk të zeza, një njeri i mirë, i bukur. S'ka shenja, ka nuk po di që ka alltu, a ka njeri ka alltu ka ardhë, ku ka dul, kjo ka arpës lartit, po në tesha nuk përvrehet. Andaj sahabët, edhe nuk për njofin, ka herdhë kë, ka mriu kë, ku shë kë. Dhe kjo që afrohet, mes kalablaku, afrohet, edhe të pejgamberi. Ullet në dy gojt, që shullim me namaz. Dhe ja që afron gojt, afër gojt pejgamberi, dhe dur të tja që të mi gojt të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe thot, o Muhammed, alayhi salatu wassalam, çka është imani? Edhe pejgamberi se ka njoftur fillimisht. Edhe pejgamberi se ka njoftur. Në fund e ka njoftur. Çka është imani? Pra ma përshkruan imanin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, imani është të besu Allahun e madhruar te bareke ve teala, se është kriju, se është vetëm i pa fillim, i pa mbarim, është fornizuese. Me besu Allahun, që shkërkohet për robit, me besu Allahun. Pastaj, me besu me laqet e Allahut, qoftë në kuptim të përgjithshëm si me laqe, qoftë në kuptim të veçantë me laqet të cilat janë cekur me emën, si Xhibrili, Mikaili, Israfili e të tjerë, me besu me laqet e Allahut azza wa jall.
me besue, këtu në këtë transmetim këtu nuk ka ardhur librat e shejta, por transmetim tjera kanë besu librat e shejta, Tevratin, Zeburin, Injilin, Koranin, veçanti këto librat shejta me besu, por në veçanti por edhe librat e Zotit, shejtat në përgjithësi, fletushkat e të tjerë. Me besu pejgambert Allahut Azza wa Jall, që të gjithë pa dallim, me besu takimin me Allahun e që është ringjallë ditën e Kiametit. Këtë transmetim nuk ceket, por transmetime tjera ceket, i thonë të ahsant ja qëllove, edhe vete, edhe në fund të thej kja qëllove kur u përgjishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj për thot, pa të regëm tash çka është islami, njëherë çka është imani, tash të regëm çka është islami, pejgamberi alaihi salatu wassalam për thot, islami është në të abudallahe wa la tushrike bihi shay'a, islami është me adhuru Zotin ja, dhe mos i bëj Zotit shirk. Me thonë ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Ma adhurun ju Zot, dhe mos mi bëj Zotit shirk. Wa an tuqima as-salah. Islami është gjithashtu me fal namazin, me fal 5 kohë namaz. Islami është me fal namazin. Wa an tuaddi az-zakat al-mafruda, dhe me dhon zakatin që e ki borx, me dhon zakatin që e ki borx. Wa an tasuma Ramadan, dhe me agjërue muajin Ramazan. Nuk e ka cek këto haxhin, dhe me agjërue muajin Ramazan. Pra për atë cek shtyllat e islamit, njëra cek shtyllat e imanit, këto për atë cek shtyllat e islamit. Në transmetim tjetër ka ardhur atje prapë i tha Gjibrili a.s. pra ky njeri, cili ende nuk e di që është Gjibrili, i tha sadak, ja qëllove. Pa të regom me l'ihsan, se çka është ihsan e përmirësia. E pyti për islam, për iman, e pyti për islam, tash për pyt për ihsan, për mirësi. Pejgamberi për thot, në ta'budallahe, ka annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innehu jarak. Ihsani është të adhurosh Allahun, sikurse po e sheh atë. Ti je koncentruar në adhurim, në ibadet, në veçanti në namaz, në atë formë, sikurse ta kishe pa Allahun e madhruar. E rëndëmt, është shumë natyrshme që robi po ta shihte Allahun e madhruar, do të koncentrohet, përqendrohet në namaz, sigurisht në maksimum, sepse po e sheh kanë pa adhuron. Fa in lam takun tarahu, fa innehu jarak. Por me qenë se të nuk e sheh atë, pra dhe nëse nuk e sheh, dhe në fakt nuk shifet Allahun, nuk mëna pa në Allahun, atër dije se Allahu të sheh ty, atër dije se Allahu të sheh ty, të bareke wa ta'ala. E kur të na sheh Zotin neve, prap do të robi me koncentru në namaz dhe në ibadet, sepse Zoti po të sheh, të bareke wa ta'ala. Prap e thaja qëllove, por jo këtu, ama në transmetim tjetër. E pastaj për pyet, e mirë të regëm tash kush është kur o kiameti. Kur o kiameti, për pyet e njeri pejgamberin. Pejgamberi tha, mel mes'ulu anha bi alemi min as-sa'il, këta që për pyeti pra unë, nuk e di më mirë se sa të që për pyet, pra asë din ti, asë di unë kur bëhet kiameti. Asë din ti, asë askush, nuk e dim kur bëhet kiameti. Por e tha, do të tregoj për disa shenjat kiametit, Dhe janë nisi pjanë numërën disa. Ndërto, tha kur nana e lindë zonjën e vetë. Pra, në atë kontest, sikur se nana me qenë sklave, e djali dhe vajza me qenë zotëni. Ka për qëllim, do të vjen një zaman, një kohë, kur prindrit do të nënçmohen në atë nivel, në atë rang, sa që fëmijët e tyne do të trajtojnë prindrit sikur se me i pas sklav. E zotënia, sklavën e trajton libertet, e lën pa hamar pa pi, baki që të përjashta, baki edhe rre. Sepse zotënia mendon që ka kompetenca të gjera ndaj sklavëve të vet. Pra vije koha, vije zamani, ku fëmijët
i trajtojnë prindërit e tyne, këtë ka cek nane, po edhe baba futet në mënyrë indirekte, i trajtojnë prindërit e vetë, edhe ka cek nane sepse nana ka hak ma shumë dhe nana se ndaj babës, i ka cek prindërit e vetë për të treguar se vije koha kur fëmijët i trajtojnë, sikur se të kishin skllav të vetë, e jo prind. Wa an tara an-nasa hufatan uratan yatatawaluna fil bunyanin, transmetim tjetër atje që unë e di përmensh, ndërsa këtu po thot edhe ti shohësh ti njerëzit ratel ibil il buhmi, njerëzit çobant e deveve të zeza fil bunyan, idha tatawala ratul ibil il buhmi fil bunyan, kur këta çobant të deve të zeza ngritin pallatet e larta, ka për qëllim vjen një zaman ku Zoti shton pasuni, sa që njerëzit pasi ditë shkollë, çobana, njerëz të malit, fushës, jo të shkollës, jo të lekut, ju jep Zoti pasuni, bojnë ndërtesa, qyshimi duke pa neve e sot. E pastaj, pa thot fi khamsin la ya'lamuhunna illa Allah, kiameti futet në 5 gjëra, 5 sekrete të cilat nuk i din askush përpas Allahut të madhruar, e që ndërto është edhe e që ka këtë në hadith, inna Allaha indahu ilmu saati, wa yunazzilu al-ghaytha, wa ya'lamu ma fil arhami, wa ma tadri nafsun madha taksibu gada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dhe tek Zoti është dija se kur do të bëhet kiameti, Zoti vetë e din ai kull shi, a vetëm Allah e din se çka ka në mitër të nanave, nuk e din askush në cilin vend ka me vdek, dhe nuk e din askush se çfarë e pret apo çfarë godet nesër. E që quhen këto 5 sekrete të cilat i di vetëm Allah i madhruar te bareke ve taala, e që ajeti është në surën El-Luqman. Pasi e kreu kë njeri këshkaj. Kur o largu pejgamberi tha kthemna, ata që ditën kur erdh, o që ditën kur shkoj, tha ma ktheni, kur shkon nuk e pan. O zhduk, tha një Rasulullah, hupi. Pejgamberi tha, e din ju kush është ai? Tha jo ja Rasulullah, ne nuk e dim. E din Allah pejgamberi tina. Tha ai ishte Gjibrili, ka ardhur t'ua mësoj juve fenë juaj. Ai ishte Gjibrili, ka ardhur t'ua mësoj juve fenë juaj. Pra Allah i madhruar e dërgoi Gjibrilin në formë të një njeriu, të një beduini, i cili erdhi, m'ia shpjegoi musliman, në formë të njeriut, m'ia shpjegoi muslimanëve, sahabëve respektivisht, fenë e Zotit. Këtu ka shumë sene, thash, kjo është mohabet i madh rreth këtij hadithi, është respekt për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, është respekt për sahabët, të cilët e kuptuan se ai njeri ishte Gjibrili, dhe imagjinoni se çfarë nderi i madh, respekt i madh për ata sahabësh me pa Gjibrilin, anë pse ju në formën e vërtet, por qoftë në formë të një njeriu. Më rëndësime di që ai ishte Gjibrili. Po ashtu hadithi tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ditë msheftat, nga sa ai nuk e njofti që është Gjibrili. Pastaj ai tregoi se nuk e di kur është kiameti, o nuk e di të msheftat. Hadithi tregon gjithashtu se imani është i veçantë, Islami është i veçantë, dhe se e që për këtë ka shumë mohabet që kanë folur ulemat, dhe se veprat amelet janë prej imanit. Me vepra me amele shtohet, forcohet imani, dhe pa vepra apo me veprat liga dobësohet dhe pakohet imani. Kjo është pak a shumë në pika të shkurtra ajo çfarë mund të thuhet rreth këtij hadithi, siç thash fillim, e që quhet edhe hadithi i Gjibrilit, anë pse për këtë ka shumë për të folur. Allahu e di më së miri, wallahu alem, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صحيح البخاري